Fondacioni përkujtimor i viktimave të komunizmit u mlodh ditën e njëjtë për të mbajtur ceremoninë e 18 vjetore të vendosjes së kurorës së thirrjes religjuese të kombeve në memorialin e viktimave të komunizmit në Washington. Ky aktivitet i përvishëm ndërsa nderon kujtimin e më shumë se 100 milion njerëzve të vrarë nga komunizmi dhe atyre qindra milionave të tjerë të burgosur politik, të internuar dhe të persekutuar nga regjimet komuniste në përbot, do të festonte dhe atë lirinë e ndëruar të gjetur aty ku ka triumfuar liria dhe demokracia për të jetuar në një botë të lirë nga tirania, këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fondacioni përkujtimor i viktimave të komunizmit, kësaj radhe tha se ishte i nderuar që profesor Cheng Chang-cheng, që ka humbur edhe shikimin nga torturat, një aktivist kinez i të drejtave të njerëzit, avokat, ish i burgosur i ndërgjegjës, fitues i medaljes së lirisë Truman Reagan për vitin 2015, të jetë kryefolësi i këtij aktiviteti. Friend and a great human rights champion, Professor Cheng Chang. Good morning, everyone. Thank you for the rich introduction. I'm Cheng Chang. I come from the communist country, mainland China. I was persecuted as the Communist Party goes. It brings famine, war, and slaughter without exception across the globe. Nina Gjosi, ajo që vendosi një kuror për viktimat e lirisë së fjalës gjatë komunizmit në Shqipëri, duke përkujtuar me këtë rast Havzi Nelën, Wilson Bloshmin dhe Genc Leken. Aktivistja e njohur nga Virginia, Merita Bayraktari McCormack, e cila ka marrë pjesë pothuajse në të gjitha përkujtimoret e organizuar nga Fondacioni Përkujtimor i Viktimave të Komunizmit, në statusin e saj në rrjetin social Facebook kishte përgatitur një reportazh, në të cilin thotë se ceremonia, si për çdo vjet, u zhvillua në orët e para të mëngjesit. Sot, më 24 prill 2025, në Washington DC, u mbajt ceremonia e 18 vjetore për të nderuar dhe për të përkujtuar viktimat e komunizmit në të gjithë botën. Kjo ceremoni bëhet pranë memorialit përkujtimores, pra që është një monument afër Capitol Hill në Washington DC, dhe aty bëhet një ceremoni, mbahen disa fjalime dhe pastaj vendosen kurorat me lule të freskëta. Ceremoninë e hapi Dr. Eric Patterson, që është kryetari ekzekutiv i fondacionit. Pastaj u bë bekimi i ceremonisë, u përkujtuan viktimat, u përkujtua Dr. Lee Edwards në mënyrë të veçantë, foli Dr. Elizabeth Spalding, që njëkohësisht është jo vetëm presidente dhe chairman e fondacionit, por gjithashtu është edhe vajza e madhe e të ndjerit Dr. Lee Edwards. Dhe folësi kryesor ishte avokati Verber, siç quhet, avokati që ka ikur, është aratisur nga Kina, pra profesor Chen Guangcheng. Pastaj filloi ceremonia e vendosjes së kurorave. Kjo ceremoni është sipas alfabetit, domethënë bëhet sipas alfabetit, po më së pari janë trupa diplomatik, janë delegacionet e ambasadave të vendeve që kanë qenë të robëruara nga komunizmi. Sot aty ambasadat që unë vura re ishin nga Bullgaria, nga Kroacia, nga Slovenia, nga Lituania, nga Estonia, nga Moldavia, nga Ukraina, pra vendet e Evropës lindore. Gjithashtu ishin organizata të ndryshme, nga vende të ndryshme, për shembull grupime të diasporave të vende të ndryshme. Nga shqiptarët ishin disa përfaqësues, ishin 3 kurora në fakt, dhe kjo mua gjithmonë më bën përshtypje, sepse vendet e tjera zakonisht përfaqësohen me një organizat. Për shembull, ish të persekutuarit politik në Kubë, ose personat që përfaqësojnë Vietnamin, ose personat që përfaqësojnë Korenë, le ata të Koresë bashkohen bashk, e quajnë One Korea, kurse ne shqiptarët ishim të përfaqësuar nga 3 grupime të ndryshme. Natyrisht ne që jemi këtu si komunitet, vëm një kuror për martirët e komunizmit në Shqipëri, ishte një kuror nga Këshilli Shqiptaro-Amerikan, që drejtohet nga zoti Axhi Dauti, dhe ishte edhe një kuror për viktimat
që kanë vuajtur në Shqipëri për shkak të lirisë së shprehjes. Dhe më vjen mirë që u takuam edhe me doktor Katrina Lantosh Suet, e cila është vajza e të ndjerit Tom Lantosh, i cili ka luftuar kaq shumë për të drejtat e njerëzit dhe ka ndihmuar kaq shumë sidomos për të drejtat e shqiptarëve. Lutja fetare dhe bekimi u mbajt nga një ministër laik që shërben në Kongresin Amerikan, thotë aktivistja nga Washingtoni, dhe u moderua nga doktor Eric Peterson, drejtor ekzekutiv i VOC-s. Elizabeth Spalding, sipas saj, foli për rëndësinë e një ngjarje të tillë dhe trashëgimimin e të ndjerit Dr. Lee Edwards, themelues i Fondacionit të Viktimave të Komunizmit, duke thënë: "Në kujtim të atij që bëri shumë veta të mlidhen për çdo vjet për të marrë pjesë në këtë ceremoni vjetore në Washington, për të ndarë dhe për të kujtuar, për të shprehur atë vendosmërinë për të vazhduar luftën kundër komunizmit dhe për të edukuar të rinjt rreth kësaj tragjedie." Më pas, zonja Spalding kujtoi se krimet e rënda të komunizmit në mbar botën janë të shumta dhe Fondacioni i përkujtimit të viktimave të komunizmit, e zëri dhe avokati i tyre në Washington, tashmë është i përkushtuar të vazhdoj punën e saj të përqendruar në edukimin dhe mbështetjen e atyre që janë prekur shumë nga kjo ideologji e tirani e regjimeve komuniste. Aktivistja nga Virginia, Merita McCormack, e cila me këtë rast është takuar edhe me doktor Katerina Lantosh Suit, themeluese dhe udhëheqëse e Fondacionit Tom Lantosh, tha se i ka përcjellur asaj urimet më të mira të gjithë shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë dhe trojet shqiptare e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa ajo, pasi i ka pranuar falënderimet e Bayraktarit, ka falënderuar për punën e saj Katerin Lantosh Suit për punën e dashur për të punuar për të drejtat e njerëzit dhe në veçanti për Shqipërinë. Me këtë rast duhet cekur megjithse një vend të rëndësishëm për çdo vit kësaj ceremonie i japin diplomatët e vendeve ish komuniste me pjesëmarrjen e tyre, për fat keq Shqipëria, që kaloi regjimin më të errët komunist në botë prej se është larguar ambasadori i saj nga Washingtoni, nuk dënoi të marrë pjesë dhe vendos një kuror në këtë ceremoni të mbajtur asi 100 metra larg ndërtesës së ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Washington. Por statusi i zonjës Bayraktari tregon se shqiptarët e Amerikës megjithatë u përfaqësuan më së miri si sponsor, ashtu dhe si pjesëmarrës në këtë ngjarje, me donatorin kryesor që ishte familja Dakoli nga Teksasi, e ndjekur nga Këshilli Shqiptaro-Amerikan i udhëhequr nga zoti Haxhi Dauti, zoti Cezar Ndreu, familja Ndreu, familja Bayraktari dhe Kalaja të Shqipërisë, përfaqësuar nga vetë ajo dhe të tjerë. Ajo thotë se komuniteti ynë në zonën e 3 shteteve sponsorizoi ngjarjen dhe solli një kuror në kujtim të martirëve shqiptar të komunizmit. Kuror kjo që pata nderin ta vendosja atë pranë monumentit përkujtimor, pranë ndërtesës Capitol Hill, duke bërë me këtë rast edhe një lutje për lavdinë e tyre në parajs. Në fund, aktivistja nga Virginia, Merita Bayraktari McCormack, thotë se kurora u vendosën po ashtu edhe nga përfaqësues të ndryshëm të disa organizatave shqiptaro-amerikane, si Këshilli Shqiptaro-Amerikan, Komuniteti Shqiptar në Virginia dhe Dioqeza e Arlingtonit. Nëse do kishte një çmim për krimet e komunizmit, Shqipënia do zënte vendin e parë për sa i përket numrit të popullsisë. Ky që ju flet, sigurisht ka dhe të tjerë, 44 vjet i dënum qysh në djep. E kemi filluar në 45 bashkë me familjen tuaj dhe unë jam liru me 4 korrik të 89-ës, kur me 26 qershor të 89-ës ka marrë dënimin e 10 mas vrasjes Ceaușescut. Me 4 korrik të 89-ës jam liru, pra pikërisht mas 24 vjeç. Dhe fatkeqësisht, megjithëse numri viktimave është jashtëzakonisht i madh, siç thash, për shkak të numrit të vogël të popullsisë, nuk ekziston ende një memorial në Shqipëni për me kujtu viktimat e komunizmit. Sigurisht që kur vin në Washington emocionohesh, kur një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë vujt nga komunizmi, por janë çlirimtar të këtyre shteteve prej komunizmit, kanë ngrenë një memorialojnë viktimat e komunizmit që kanë ndodhur në Shqipëri dhe në gjithë botën.
Jo vetëm në Shqipëri, po ky është një ndërim që u bë gjitha viktimave të komunizmit. Erdha këtu të respektoj viktimat e komunizmit, si kryetari i Këshillit Shqiptar Amerikan, edhe jam i privilegjuar dhe i nderuar që të marr pjesë sot e të vëmë një kuror për viktimat e komunizmit, të cilët vuajtën një epokë shumë të rënde të keqe ndaj slavo-komunistët anë mban botës. Sot këtu në Washington, pranë këtij monumenti, do thoshja unë të vogël për një histori të madhe që fatkeqësisht mban edhe një dhimbje të madhe. Është një detyrim moral, kombëtar, historik, të nderojmë sot martirët antikomunistë, të nderojmë sot ata bashkëvuajtës të cilët nuk arritën dot ta prekin lirinë. Ata ikën me një ëndër, se drejtësia do të zgjidhë vend. Por fatkeqësisht, edhe pse kaluan gati 3 dekada, kriminalët dhe krimet e komunizmit nuk u dënuan. Nuk u bën ndarja ndaj së kaluarës dhe ishim ne që e mbijetuam ferin komunist, zhgënjimin e madh. Në qoftë se shpirti kolektiv nuk pendohet i atyre që shkaktuan problemet, atëherë ne nuk do të kemi kur përparim, sepse kjo puna e komunizmit është si puna e plagës, ti kur ja heq vetëm koren, nuk e shëron, ti duhet ta nxjerrësh me rënj. Dhe shikimi i historisë së Shqipërisë dhe duke e dënuar regjimin komunist si ideologji dhe duke punuar për të vënë programe që punojnë, që funksionojnë, atëherë ne mund të themi që gjërat kanë ndryshuar. Si mund ta bëjmë Shqipërinë edhe të gjithë trojet etnike tonat ku ka shqiptar, domethënë, si mund ta bëjmë vendin ton më të mirë? Edhe me komunizëm nuk punohet. Ne duhet të fokusohemi, të paktën ne që jemi këtej, duhet të fokusohemi cila është gjëja më e mirë për Shqipërinë. Bashkimi rreth idealit kombëtar. Edhe kjo do të ishte gjëja më e mirë dhe pastaj programet e ndryshme, për shembull, prezenca shqiptare sot këtu tregon për një organizim shumë të mirë të përfaqësuesve të diasporës në Washington. Në New Yorku, për televizionin Kultura Shqiptare, Bekir Sina.